Nëse një kamerë që shkeli ligjit ti nuk mund ta përdorësh për provë. Apo jo? Jo, por jo, nëse një kamerë është përdor dot. Po, nëse Erioni me kamerën vet filmon shtëpinë time dhe të shtëpinë ndodh diçka. Ora un kam një lokal në Bodrum. Qofse ai, dhe mos them që e ka bërë. Qofse ai jep ai pin dikujt ai dikush i më përndjek tër ditën tër natën. Kur hyj, kur dal, kur. Ti e di më mirë se unë çash ai pija pam kod e sigurisë. E ka non stop ai kur hyj, kur dal, çfarë bëj. Unë s'kam asnjë gjë për të fshehur, po e mora Izraeli në Iran po i gjurmonte kishte 2 vjet që i gjurmonte ato, kishte gjithë kamerat e qytetit, kishte gjithë domethënë liderat, i kishte siç ishin në Iran, i kishte ai në Izrael dhe kush po kjo është mirë kjo. Unë nuk kam frikë sot, se sot jemi shtet demokratik, me një qeveri demokratike, me polici profesionistet, pa lidhur me krimin, po jeta bën vetën, do ndroj jetë mas 30 vjetëve kryeministri që kemi, edhe më shumë. Mund të vi një kryeministër si në Iran. Këtu fillon problemi. Ti ke hallin pas 30 vjetëve. Mund të vi dhe një polici këto kamera dorojnë. Jetë lidhur me krimin. Që vend të kontrollojnë krimin, do më kontrolloj krimin mua. Si në Shkodër. Për sot unë them... A kemi rastin e Shkodrës? Që kishte kamera të krimit? Ku? Në Shkodër, kriminalët kishin vënë kamera. Fake news, nuk ma mandet këtë pasur Shkodër. A ti mendon që s'është vërtet? Po. Ne jemi shtet demokratik sot, nuk kam frikun, që të vendosin kamerat. Por halli është nesër. Kush do shtypi buton? Ja e mori Berisha pushtetin. Ja e mori Berisha pushtetin. Berisha i vë kamerat. Jo, për me i merë për dorë për vete, ky është halli. Dhe për te ironisë kësaj gjëje, jemi tek sistemi i kontrollit. Se nuk kemi ne pse të jemi lideri në Europë i kësaj gjëje, sepse është shpallur si ne jemi vendi i parë, ndërkohë që ne jemi të fundit. Po kanë vënë edhe në Hollandë. Neve këto krahasimet relative mua personalisht mua ma neverisin, sepse ti krahasimi është koherens. Pra, nëse ti e po themi 60 vjeç, mund të thuash që ky 60 vjeçari bën këtë. Po nuk mund të thuash që ky 16 vjeçari bën 110 pse se bën ti, se e bën ky. Ne themi, e ka Kina, e ka Helsinki, po e ka dhe një pjesë Gjermania, pastaj ka dhe kjo. Pse do jemi të parat ne me IT-n, ndërkohë që ne na çdon demokracia në bazë të standardeve ndërkombëtare. Ja vetëm sekond, fake. Në qoftë se neve jemi mbrapa me këto standarde dhe afrohemi me standardet europiane, jam shumë dakord. E fundit, në Shqipëri nuk ka çaluar çështja e zbulueshmëria se nuk kontrollohet territori. Absolutisht. Ka çaluar në mënyrë se si funksionon gjithë sistemi, duke filluar nga policia deri ke drejtësia. Sepse ke ngjarje ordinere ku kapet ai tjetri që ka vjedhur portofol, ndërkohë unë nuk e di akoma kush e ka bërë atentatin në Rinas për shembull, akoma. Po. Nuk e di, edhe pse ka pasur kamera atje. Po. Dhe kjo është çështje për mua vullneti. Kaq është për mua. A pra ti thua që s'ka rëndësi kamera, rëndësi ka vullneti? Ore. Po më burr sepse në bazë të statistikave natyrisht bie numri kriminalitetit. Kishim kamerë kur por nuk është për shembull krimi familje, do vrasi burri gruan, grua burrin. Si e ul këtë kamera? Pra janë disa vepra që po mbas se duan t'i vënë në shtëpi vëlla. Po mirë, orë tek unë t'i vën, unë kam çu kalamajt jashtë, jam rehat. Ke unë t'i vën edhe në dhomë gjumit, s'ka problem. Ti ta bëjmë pas zësën në dhomë gjumit natën si dihet, po kështu si video le tjetë. Po se të marrim, është një shtëpi më e rëndësishme në Shqipëri, po e përmend emrin. Po. Ka 1000 kamera brenda. Po më ke tushemishtin, më ta kanë bërë tushemishtin çdo 4 metra. Po. Po. Ka vendosur kamera. Po a janë të lishme? Dhe që ta kanë bërë që s'ndrohesh dot një kështu me makinat, se ç'kishte sa juar ca kolona atje. Tushemishtin, mos e im asaj. Çdo 4 metra, plus ka vendosur altoparlant nga ato tsunamit. Edhe kur ti kalon dëgjon diku një altoparlant ka kënd Korçare, tjetra Vronjate, ecën atje poshtë. Dhe tushemishti nga Teto Olga deri në hyrje tek dashnorja fundit, bile pikrisht ndoshta për këtë arsye dhe e kanë vendosur. Po dashnorja fundit do ngelet pa dashnore vëlla. Po nazivit shkretja kanë nuk hyn njëri që naziv. Kanë futur çfarë shkolla që ndrohesh dot me makinë më. Tani pse janë vendosur këto kamera këto 4 metra?